Sia e gjeti, Izraeli e vrau. Kështu përfundoi në mes të ditës karriera e gjatë e Ali Hameneit, simbol dhe udhëheqës i Republikës Islamike. Dhe për herë të tretë, udhëheqësit e boshtit shiit u kapën të papërgatitur nga armiku në një situatë emergjente. Mediat amerikane, New York Times dhe Wall Street Journal, kanë rikonstruktuar disa faza të operacionit që përfundoi me dekapitimin e ri të regjimit iranian. Një mision i kryer nga dy agjenci inteligjencë të mësuara të bashkëpunojnë në një fushë ku aleancat vlejnë vetëm deri diku. Amerikanët e ndoqën udhëheqësin për muaj me radhë, një figurë që kishte kufizuar maksimalisht shfaqjet e tij për arsye shëndetësore dhe sigurie. Ai ishte gjithmonë në krye të listës të kuqe të përgatitur nga Donald Trump dhe Bibi Netanyahu. Në Teheran, thoshin gjithmonë se ishte i mbrojtur, në një strehë të sigurt, e pajisur me kontroll të intësishëm për të shmangur çdo rrezik, por mburoja u shpu. SBA-t mblodhen informacione për një mbledhje të drejtuesve të lartë brenda Beit e-Rahbari, kompleksit në kryeqytet që është një nyje strategjike. Nuk duhej ta kërkonin në përmale apo në apartamente anonime. Pasi morën konfirmimin e pranisë së tij, e kaluan informacionin tek IDF-ja, një shkëmbim i kundërt nga i janarit 2020, kur izraelitët kishin ndjekur lëvizjet e fundit të Qasem Sulejmanit, kreut të divizionit Quds të Gardës Revolucionare. Një ndjekje që lejoi më pas një dron amerikan ta eliminoi pranë aeroportit të Bagdadit, Irak, një vrasje qëllimshme gjithmonë e urdhëruar nga Trump. Ky mekanizëm u përsërit të shtunën në mëngjes, kur u hap dritarja mundësisë. Ishte e mundur të goditeshin Khamenei dhe disa zyrtar të lartë të thirrur për një samit lufte, ministri i mbrojtjes Aziz Nasirzadeh, komandanti i pasdaranëve Muhamet Pakpur, shefi i shtabit Abdurrahim Musavi, këshillori dhe ish admirali Ali Shamhani, përgjegjësi i divizionit hapsinor Sayed Musavi, numri 2 i Ministrisë së Inteligjencës Muhamet Shirazi dhe të tjerë. Spionët ndoshta ndoqën drejtuesit kryesor duke shpresuar të arrinin kokën. Inteligjencat mund të kenë një fat të vetëm, por edhe të ndërtojnë me durim mozaikun, duke bashkuar pjesët. Ky kombinim faktorësh lejoi sulmimin shkatrues. Aeroplanët ushtarak u ngritën nga një bazë izraelite rreth orës 6 të mëngjesit, e pajisur me armë me rreze të gjatë veprimi. Pas një ore e pak, nisi veprimi përfundimtar. Të paktën 30 shkërthime goditën kompleksin. Sipas New York Times, zyrtarët ishin në një ndërtesë, ndërsa udhëheqësi ishte në një pjesë nën-toksone, por jo në bunkerin më të thellë. Shpërthimet nuk lanë shans shumicës të pranishmeve, të shkatruar nga shpërthimet dhe rrëzimi i pjesës së strukturës. Autoritetet iraniane fillimisht thanë se Khamenei ishte i sigurt, pastaj se kontaktet u ndërpren, por premtonin një fjali të tij për kombin. Realiteti ishte ndryshe. Udhëheqësi ishte vrarë, së bashku me një numër të konsiderueshëm zyrtarësh. Disa i kishin zëvendësuar kolegët e eliminuar më parë, gjithmonë nga izraelitët, gjatë konfliktit të qershorit. Zbulimet e gazetave janë një pjesë e të vërtetës. Do të dalin edhe detaje të tjera dhe versione të ndryshme, ndërkohë që do të shpërndahen informacione për të mbrojtur burimet dhe taktikat. E sigurt është se në këtë sfidë ka një vijë të qartë. Izraeli dhe SBA-t kanë thyer rrjetin e sigurisë të armikut dhe kanë bërë këtë në momente të ndryshme. Me zbulues të transformuar në shpërthyes kundër Hizbollah, me vrasjen e sekretarit të fraksionit libanez Hassan Nasrallahi në strehen e tij në Beirut dhe me dekapitimin e hierarkisë militare iraniane në verë. Ngjarje të praprira nga seria eliminimesh të zyrtarëve dhe shkencëtarëve. Sukseset i atribohen përdorimit të inteligjencës artificiale, bashkëpunojësve që tradhtuan për hakmarrje apo para, rolit të teknologjisë dhe aftësisë së burrave dhe grave që luftojnë prej kohësh një duel të lodhshëm. Një rezultat edhe më i rëndësishëm, sepse kishin përballë Iranin, një vend të mësuar me komplot dhe intrig, një regjim me një aparat sigurie të fortë, por në këto vite, represioni dhe sistemi i kontrollit kanë krijuar jo vetëm forcë, por edhe çarje që armiku i shfrytëzoi në momentin e duhur.